isha problematikat që adreson ky raport, veçanërisht për standardet e zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues në Bashkimin Evropian? Problematikat që adreson ky raport, veçanërisht për mungesën e standardeve të zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues? Pa asnjë diskutim. E penalizon thellësisht. Dhe ata e thonë, falni, mirëpret ambicjen, thot. Mirëpret ambicjen e Shqipërisë për të përfunduar negociatat e antarësimit deri në fund të vitit 2027. Qa do thot? Ti ke drejt të thosh, s'ka. Por, thot, rikujton se vendet kandidate kalojnë për transformimet të thella për të përmbushur kriteret e antarësimit gjatë negociatave, të cilat zgjasin sa është e nevojshme për të implementuar reformat e nevojshme. Thekson nevojën për të forcuar transparencën, përgjegjshmërinë dhe përfshirjen e procesit të antarësimit, përfshir dimensionin e tij të parlamentar, parajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtoj sistemin e kontrollit të balancave. Po kush ta lexoj? Ajo që e nxjerr Don Kishotin nga Janjari? Ku mund ta lexoj ajo këtë? Ka i bën thirrje Shqipërisë për të shpejtuar reformat për të forcuar sundimin e ligjit. Ka sundim ligji. Të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Të pres lidhet pa Edi Rama, Taulant Balla, Ervin Hoxha, Belinda Balluku, edhe kjo Spiro Gjoka, se kot nuk e quajta Spiro Gjoka, unë jo. Të siguroj mbrojtje e drejtave thelbësore dhe të bëj përparime në fushën e lirisë së shprehjes, lirisë informacionit, pluralizmit. Indirekt, raporti thotë se pluralizmi është në rrezik. Pa shkon çështja tek pluralizmi, që nuk do të ekzistonte kur. Dhe pavarësisë së mediave. Parajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe balancave. Kush t'ia lexoj asaj? E kuptoni vetë ju? Sa e papërgjegjshme është? Thekson detyrën e parlamentit për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese pavonesë. Pavonesë. Thekson rolin themelor, thekson detyrën e parlamentit për thekson rolin themelor dhe të pazëvendësueshëm të parlamentit për ruajtjen e kontrollave dhe balancave. I bën thirrje Shqipërisë për siguruar përgjegjësi demokratike. E kuptoni apo jo? Përgjegjësi demokratike, domethënë këtu qëndrimet janë për demokraci së shpirt njeri. Nuk çdo rresht që lexohet në raport, ju lutem lexojeni. Çdo rresht që lexohet në këtë raport bën autopsinë e narkoshtetit.